Nusja ime është një prej nënave të mrekullueshme, një prej grave shumë zoja. Që misionë ka erë të alla vrebur shumë për bërtet që ato, apo a mundet pak ma pak se na tranove kur po të mina, na që i bojmë paket publike dhe që jem në media dhe, po nusja jam është A është të kuptueshme? O, shumë e bona operacion për këtyne, pa esë nuk i këshyrë videot as pozitive, as negative, as... Nusja ime është një prej nënave të mrekullueshme, një prej grave shumë zoja, punojmë dytë, dalëm dytë, shkojmë punë bashkë, vim, kem harmoni absolute, dhe si çdo çift i ri ka ato përpetitë dhe ambicet e veta, por shpeshherë këta na që i bojmë paket publike dhe që jem në media dhe, po nusja jam është A është të kuptueshme? O, shumë e bona operacion për këtyne, pa esë nuk i këshyrë videot as pozitive, as negative, as përveç emisionit ka... Shumë mirë bënë. Përveç emisionit ka erë të alla vrebur shumë për bërtet që ato, apo a mundet pak ma pak se na tranove kur po të mina zhurëm, për ndryk që djale jam është një artist i vogël, sa po e ka përmbyll këngën në, një këngë brillante që ka borë jetën e botës, me 7 vjetë e ka kënu këngën mora fjallën e ditën e shkollës, që është një prej këngëve ma të famshme të Kosovës, me tekst edhe muzikë në Naim Gjoshit, interpretuar fillimisht nga Qazim Beka, pastaj Shkutra e të tashton. Mandej këngën e dytë e ka hape popene u qërkës në vitin 2024, kënga kur Kosovë Adem Jasharit e ta pull Shavalën. Tretën e ka Jakufirin, po flasë për këngë që i ka bënë, tash kjo kënga nënë që në një farë audiksionit të qurë Global Talent ka dalë ma i vlerësuari, por rritet gradualisht, është një futbolist i mirë i shkollës futbollit Gjidan me trajner Muhamet Dragushen, që kanë suksese jashtëzakonshme në Zvicër, në vendin e parë, në Turqi, vendin e parë, në Macedoni, vendin e parë, në Shqipëri, në Dorës, vendin e parë, në Shkodër, vendin e parë, janë gjenerat brillante me një super trajner si që është Muhamet Dragushen, nërka që është pjesë e familjes, ne jemi familje modeste, ku që që jam përbol, te jam edhe përbol mundësës, edhe përbol djallit, edhe përbol të gjithve dhe këjana banë të jemi qëtëtarë të respektu shumë qëti veni. Pa edhe sigurisht ka herë edhe të kritiku shumë edhe të komentu shumë edhe, po mos me kodhe qaj e pjesë në një mas dhe i 48-9%, qësh me morë motivin më është tutje. Nuk e merë. E kemi për ndryshë një befasi për fund, zotëri Shala. Një letër që nga një person i afërt juaj, po nuk janë vetëm fjallë të asaj, realisht janë fjallë se cilët antartë familjes tënde, me shumë gjas. Po e lexoj këtë letër dhe s'ka ma mirë se sa me përfundu këtë mesazh, po më shikon shumë i arbitur. Ku e ditit, kush e ka shkru kallëzëm? Po që unë po e lexoj, pastaj e merr vesh. I dashur Gjagj, në këtë jetë ju gjithmonë kemi fatin të kemi njerëz që qëndrojnë pranë me sinqeritet, dashuri dhe përkushtim. Por ne kemi pasur bekimin të kemi ty. Ti ke qenë gjithmonë një mbështetje vazhdueshme për familjen tonë, në çdo moment të mirë apo të vështirë. Sa kemi pasur nevojë për një fjalë të mirë, një këshill apo një dorë ndihme. Ti nuk je larguar kurrë. Ke ditur gjithmonë ta jepësh forcë, kurajo dhe besim për të vazhduar përpara,